Mësuesja Lefteri Metkaj, e cila në vitin 1999 u dha mësim fëmijëve nga Kosova, të larguar nga trojet e tyre për shkak të luftës dhe spastrimit etnik nga forca serbe, i ka dhuruar Muzeut Historik në Vlorë një pjesë të konsiderueshme të arkivit mësimor të asaj periudhe. Vetë mësuesja tregon se në ato ditë të vështira, i gjithë qyteti i Vlorës hapi dyert për qytetarët dhe fëmijët e ardhur nga Kosova. Një kontribut të veçantë të dhanë dhe mësuesit vlonjat, të cilët u bashkuan për të organizuar procesin mësimor dhe për të dhënë mësim fëmijëve në kushte të improvizuara. Dokumentacioni dhe materiali arkivor i ruajtur prej asaj kohe i është dorëzuar Muzeut Historik në Vlorë. Sot është një ngjarje historike këtu në Muzeun e Vlorës, ku kam nderin që unë të sjell një arkiv historik dhe arsimor, ku flet dhe tregon për punën që është bërë nga mësuesit e Vlorës në ndihmë të fëmijëve të Kosovës që u larguan me dhunë në kohën e genocidit serb nga Kosova. Qyteti i Vlorës, ashtu si dhe gjithë Shqipëria, u treguan të gatshëm, hapën dyert, krahët për qafim, ndihmë shpirtërore, ndihmë financiare, dhe një ndihmë të madhe dha dhe Misioni Arcobaleno nga rajoni i Umbrias të Italisë. Aty u solidarizua i gjithë populli i Vlorës dhe këtu unë kam sjell një arkiv ku është dokumentacioni arsimor, që është një dëshmi për punën që ka bërë Drejtoria Arsimore e Vlorës në atë kohë, ku ka qenë drejtor Aleksandër Prifti. Aty kemi marrë pjesë dhe mësuese Elisabeta Ibrahimi në shkollën Naim Frashi në Vlorë, Sanje Zarka nga shkolla Musa Çakëri. Mësuesja Lefteri Metkaj ndan dhe kujtimet dhe momentet emocionale të asaj periudhe, duke rrëfyer për zhvillimin e mësimit në një shkollë të improvizuar në Vlorë dhe për përkushtimin e mësuesve që qëndruan pranë fëmijëve të traumatizuar nga lufta. Mësimi në Vlorë filloi më 2 qershor të vitit 1999 dhe përfundoi në 7 korrik të vitit 1999. Ishin shumë fëmijë, por shumë fëmijë ishin edhe të dramatizuar dhe nuk ishin dhe shumë dëshirë që të vinin, sepse thoshin që kjo nuk është mësuesja jonë, ne duam mësuesin tonë, kjo nuk është shkolla jonë. Por megjithatë ajo shkolla atje në Çadra vërtet nuk ishte banga moderne, por kishte ulur ashtu siç ishin fëmijët, nuk kishte mure, por kishin qiellin. Ajo u bë një botë shpirtërore, arsimore, që këta fëmijët gjetën aty jetë, gjetën energji për të vazhduar. Kujtimi më i bukur edhe më i dhimbshëm është kur shikoja fëmijët të dramatizuar me plagë, që unë asnjëherë s'mund t'i harroj, kujtoj me dashuri. Dhe shpesh më thonë që ti mësuese Lefteri je shumë e lidhur me këta të arsimit të Kosovës apo të popullin e Kosovës. Janë këto ngjarje që mua më kanë bërë shumë të ndjeshme, të jem gjithmonë edhe tashti në kontakte me mësuesit e gjuhës shqipe të Kosovës. Me këtë dhurim, Muzeu Historik në Vlorë pasurohet me një pjesë të rëndësishme të arkivit mësimor të një periudhe të vështirë historike që dëshmon solidaritetin e qytetit të Vlorës me qytetarët dhe fëmijët e Kosovës, të cilët gjetën strehim, mbështetje dhe dyert të hapura gjatë atyre viteve të vështira.